Me ekonomisten dhe eksperten Klea Duçkan ndajmë sot një bisedë për këtë vendim që ka trazuar jo pak botën amerikane, por edhe industritë në Europë dhe përtej. Klea, mirë se vjen. Përshëndetje Denisa, kënaqësi me ftuar. Dita e çlirimit e quajti Trump, sot rilindi industria amerikane, tha presidenti, teksa njoftoi vetë tarif për çdo shtet. Çfarë ndodh për pjesën tjetër të botës, e cila ka gati planin e akmarrjes, edhe Bashkimi Evropian, edhe Britania e Madhe, edhe Kina, si ke parti të gjitha lëvizjet, luhatjet, edhe në dollarin amerikan, edhe në euron europiane, në monedën europiane, çfarë ndodh nga sot? Atëherë tregjet kanë reaguar me njëherë pas shpalljes tarifave të reja. Duket që në bursë aksionet e shumë kompanive, sidomos europiane, kanë pësuar një goditje dhe një rënje, ndërto mund të përmendim Adidas, aksionet e cilës shënuan një rënje me prej 10.4%, gjithashtu aksionet e shumë gjigantëve të industrisë automobilistike kanë pësuar një rënje të menjëhershme. Pritshmëritë dhe frikrat natyrisht janë të mëdha për një recesion ekonomik i cili kërcënon jo vetëm SBA-n, por gjithashtu dhe Bashkimin Evropian. Normalisht, siç e pam dhe Ursula von der Leyen edhe shumë lider tjerë të Bashkimit Evropian, ndërto përmendim Emmanuel Macron, kanë deklaruar menjëherë që do të kundërpërgjigjen. Normalisht kjo nxit parashikimet për një luftë të mundshme tregtare, e cila, sipas shumë ekspertëve, tashmë mund të jetë bërë realitet, duke ditur që tarifat kanë qenë mjaft agresive dhe kanë prekur sektor të rëndësishëm dhe kyç të ekonomisë së Bashkimit Evropian. Megjithatë, një luftë tregtare dhe një recension global ekonomik nuk është i favorshëm as për konsumatorët amerikanë apo ekonominë amerikane, por as për ata europian, pasi Bashkimi Evropian është i varur financiarisht nga SBA. Kështu që mendoj se megjithse siç e tha dhe vetë Trump, gjërat në fillim do të bëhen më keq, pastaj do të fillojnë të përmirësohen. Jam disi optimiste se tashmë Evropa do të përqendrohet më tepër, do të kthej syt më tepër drejt vetes, drejt rritjes së prodhimit, rritjes së produktivitetit në ekonomi, gjetjen e tregjeve alternative për të nxitur eksportet e Bashkimit Evropian dhe ndoshta këto tarifa shërbejnë, le të themi, edhe si një lloj presioni ndaj Bashkimit Evropian për të ulur disi, le të themi, tarifat ekzistuese ndaj produktave amerikane dhe për t'i hapur rrugën negociatave për marrëveshje të reja tregtare që mund të jenë më fitimprurse si për SBA-n, por ashtu edhe për Bashkimin Evropian. Normalisht tarifat e larta ndaj Kinës edhe ndaj, le të themi, vendeve si India kanë një natyrë dëshkuese, duke qenë se këto vende tashmë janë edhe rivalët ekonomik të SBA-s, por edhe për shkak të tarifave të fsheta që ato aplikonin deri më tani ndaj produkteve amerikane. Dhe ndërkohë, le të themi që edhe në tregjet financiare, tarifat e reja të Trump kanë shkaktuar një volatilitet të madh, kryesisht në drejtim të monedhës dollar, e cila ka pësuar një rënje në krahasim me euron dhe sterlinën britanike. E kuptoj. Mund të jemi ne një nga ato shtetet alternative që ti the mund të shërbejnë Europës, ndoshta në një të ardhme shumë të shpejt me këtë tarif vetëm 10% në vendin tonë, mund të jemi në një vend, se e diskutuam edhe pak më herët, në cilin Europa mund t'i kthejë syt?
Megjithatë kjo do të bëhet edhe nga vullneti i politik bërësve tanë. Në një vlerësim të Departamentit Amerikan të Shtetit, besoj të 2022-shit, Shqipëria nuk shihet si një vend me një klimë të përshtatshme për investime, por edhe nga shumë vëzhgues të tjerë në Evropë, Shqipëria deri më tani nuk vlerësohet të ketë një mjedis të përshtatshëm për tërheqjen e investitorëve genuin, le të themi, nga Bashkimi Evropian, pas investimet e huaja që deri më tani tërheq Shqipëria, volumi i këtyre investimeve janë më tepër investitor me natyrë jo domosdoshmërisht tregsynuese. Pra, janë investime të cilat rrisin prodhimin e brendshëm bruto në terma të shifrave, por nuk ka një efekt real në plotësimin e kërkesës së brendshme të tregut. Ne do duhet ta përmirësojmë mjedisin klimën e investimeve në Shqipëri si në kuadrin ligjor, duke i garantuar investitorëve të huaj europian të gjitha kushtet e përshtatshme dhe mbrojtjen juridike për të investuar në vendin ton. Do duhet që të analizojmë tregun ton duke ndërtuar një mekanizëm i cili të orientojë investimet në sektorët me potencial eksportues, në sektorët që prodhojnë dhe që ekonomia shqiptare ka nevojë më shumë, në mënyrë që vlera e këtyre investimeve dhe kontributi i tyre në prodhimin e brendshëm bruto të përkthehet realisht edhe në mirëqenie për konsumatorët dhe për familjet shqiptare, sepse kjo është ajo që duam në fundit. E kuptoj. Këto tarifa ndaj Kinës për shembull 34%, Bashkimit Evropian 20%, Tajvani 32%, Vietnami 46% e të tjerat me radhë, se ka vende që e kanë shumë të lartë, Zvicra për shembull 31% e të tjera. Janë lexuar në mënyra të ndryshme nga ekspert ndërkombëtar edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës madje. Disa thonë që kjo do të ndikojë në prishjen e marrëdhënieve tregtare që Amerika ka me Bashkimin Evropian, pavarësisht se ti the pak më parë që Bashkimi Evropian është i varur financerisht nga Amerika apo me Kinën, në përgjithësi me kontinentin aziatik apo me ekonomi të tjera të mëdha dhe të forta, apo mund të ndikojë dhe ndoshta për këtë Trumpi është optimist në marrëveshje të reja mes Amerikës edhe pjesës tjetër të botës, pra nisur nga këto tarifa. Trumpi thotë, nëse doni ta vazhdoni bashkëpunimin dhe këtë marrëdhënie tregtare që kemi patur deri më sot me këto tarifa të reja, hajde të nënshkruajmë marrëveshje të reja. Atëherë unë përmenda edhe pak më parë që ndonë se tonet fillimisht janë të nxehta, të ashpra, pëditur rrezikun e një recensioni pas, le të themi, kësaj periudhe inflacionit të lartë që u pasua nga konflikti Rusi-Ukrainë, nuk i leverdis as vendeve të Bashkimit Evropian, por as SBA-s që të kalojnë të rrezikojnë një stagflacion, pra një periudhë e cila do të shoqërohet jo vetëm me rritje çmimesh, por me rritje të papunësisë botërisht. Kjo nuk i leverdis fare as perëndimit në përgjithësi, duke ditur pozitat në cilat ndodhet në krahasim me rivalët e tij politik, por edhe ekonomik si Rusia apo Kina, dhe mendoj që ashtu siç Trump ka përçmërit, liderët e Bashkimit Evropian do të jenë më të hapur përkundrejt marrëveshjeve të reja tregtare, dhe po ndiqja një deklaratë të Ursula von der Leyen e cila theksonte, pavarësisht toneve kërcënuese që BE do të kundërpërgjigjet me masa dhe tarifa të reja, se mbeten të hapur ndaj dialogut me SBA-n, dhe besoj kjo është rruga më e favorshme për të dyja palët. E qartë, të pyes në fund, Klea, do të bëhet Amerika më e pasur me këtë vendim të administratës Trump, se Trump kështu e argumentoi, nga sot Amerikanët do të jenë më të pasur? Si fillim, mendoj se do të bëhet më e varfër në terma të fuqisë vlerëse, sidomos nëse Evropa kundërpërgjigjet menjëherë, pasi çmimet do të jenë më të larta për konsumatorët amerikanë dhe më të papërballueshme. Por, nëse në terma afatgjat, këto tarifa do të kenë një efekt në marrëveshjet e reja që do të nënshkruhen mes SBA-s dhe Bashkimit Evropian, padyshim që
shumica e prodhuesve do të përqendrohen drejt SBA-s për të shmangur tarifat e larta dhe padyshim që ekonomia amerikane si pasojë e kësaj do të pësojë një boom apo një rritje të cilën e ka parë vetëm pas viteve në fund të viteve 70 dhe në vitet 80. Dakor, të falenderoj shumë për analizën, të paktën në këto orë me aq sa Trump deklaroi dhe reagimet më pas të pjesës tjetër të botës. Shohim çfarë do të ndodhë dhe si do të jenë edhe lëvizjet në bursa, shohim se si do të hapet sot bursa e Wall Street. Klea, të falenderoj shumë. Faleminderit Denisa, isha kënaqësi.